Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Fillon punën këtë javë bordi i transparencës i qeverisë shqiptare në një përpjekje për të mbajtur në kontroll çmimin e karburanteve. Duke nisur nga kjo javë, çmimet pritet të caktohen nga bordi i transparencës i cili është zyrtarisht në fuqi prej mbrëmjes së të njëjtës. 5 ditët e fundit çmimi i naftës në Shqipëri është fiksuar në vlera 214 lekë në pjesën më të madhe të pikave dhe 217 lekë për litër në disa të tjera. Çmimi nuk ka ndryshuar pavarësisht luative të forta në bursë. Çmimet që përcaktohen nga bordi gjatë situatës së veçantë janë të detyrueshme për të gjitha subjektet që ushtrojnë veprimtari në fushën e tregtimit të nënprodukteve të naftës dhe të gazit në vend, sipas përcaktimeve të legjislacionit të fuqi, thuhet në vendim. Shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Besnik Tahiri dorëzoi në Ministrinë e Tregtisë propozimin për marrjen e masave urgjente për përballimin e situatës ekonomike në vend pas rritjes së çmimit të karburanteve. Ministri i Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit Mimoza Kusari Lila e kundërshtoi propozimin e shefit të grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Besnik Tahiri për heqjen e tatimit mbi vlerën e shtuar dhe aksizës në hidrokarbure. Megjithatë, ajo deklaroi se kërkesa e opozitës për task force do të mbetet prioriteti i qeverisë. Nuk e konsiderojmë si opsion, por për cilin e situatës në të cilin çmimi i importuar nuk e kalon çmimin tavan i cili është 12 cent në pakicë dhe 2 cent në shumicë. Për situata më tutje mbetet të shikim. Pajtohen plotësisht në 2 propozime tjera, të cilat ishin pjesë e letrës deputetëve të opozitës në këtë rast, në të cilën sa i përket rezervave strategjike dhe koordinimit interinstitucional dhe bashkë me sektorin privat. Maqedonia e Veriut filloi zbatimin e masave për uljen e çmimeve të karburanteve. Deri më 6 prill do të zbatohet një normë preferenciale tatimore prej 10% për qarkullimin e burimeve të energjisë, njoftoi Drejtoria e Ardhurave Publike në Maqedoninë e Veriut. Të gjithë tatim paguesit që kryejnë tregtime pakisë të karburanteve motorike dhe lubrifikantëve në dyqanet të specializuara janë të detyruar të zbatojnë me kohë listën tarifore nga vendimi, pra të përshtatin sistemet fiskale, listat e çmimeve dhe faturimin me qëllim që të llogarisin, regjistrojnë dhe shfaqin sakt normën preferenciale e tatimit mbi vlerën e shtuar prej 10%, thuhet në deklaratën e Drejtorisë të Ardhurave Publike. Shtetet e Bashkuara të Amerikës paralajmërojnë një tërheqje të mundshme të Iranit nga programet bërthamore. Presidenti Shëbaz tha se nëse arrihet një marrëveshje, Washingtoni do të marrë uraniumin e pasuruar të vendit. Nëse kemi një marrëveshje me ta, do të shkojmë ta marrim vetë, paralajmëroi Donald Trump, duke theksuar se raundi i fundit i bisedimeve mes Washingtonit dhe Teheranit u zhvillua të dielën vonë. Bisedime të mohuara nga Irani, Trump u tha gazetarëve para nisjes për një udhëtim në jug të Shëbaz se Irani kërkon marrëveshje dhe Shëbaj duan një marrëveshje me Teheranin. Irani përgënjeshtron informacionet për bisedime me Shtetet e Bashkuara. Një zyrtar i Ministrisë së Jashtme iraniane tha se Teherani ka marrë pika nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës përmes ndërmjetësve si një hap i mundshëm paraprak drejt bisedimeve, ndërkohë çmimi i naftës u rrit sërish mbi $100 për fuqi, pasi kishte rënë të hënën kur Trump foli për herë të parë për bisedimet Shëbaj-Iran. Ministria e Mbrojtjes e Arabisë Saudite deklaroi se ka rrëzuar të paktën 19 dron në provincën lindore të Mbretërisë e pasur me rezerva nafte. Bahreini ka aktivizuar sirenat e alarmit për raketa, ndërsa Kuwaiti ka deklaruar se mbrojtja e tij ajrore po përpiqet të rrëzojë raketat në hyrje. Kancelari gjerman Friedrich Merz shpreu mirënjohjen dhe presidenti amerikan Donald Trump pas vendimit për të shtyrë sulmet kundër termocentralave iraniane dhe për të hapur rrugën për bisedime të drejtë për drejta me Teheranin. Merz tha se ishte shprehur Trumpit shqetësimin e tij pasi ky i fundit lëshoi një ultimatum që Irani të rjap ngushticën e Hormuzit, përndryshe termocentralet e vendit do të bombardoheshin. Gjermania, ekonomia së cilës ka qenë në krizë për 3 vjet, i druhet një situatë edhe më serioze ekonomike me çmimet në rritje të hidrokarbureve. Shkaku është bllokada e Teheranit ndaj ngushticës së Hormuzit, një rrugë ujore strategjike për furnizimet globale me naftë dhe gaz, që kur Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli nisën ofensivën e tyre. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.